Mendoj që ka mbetur tema akoma të pa konsumuara, por që kanë të bëjnë me zhvillimet politike në vend. Si pikë e parë është trajtuar një çështje që është preokupim i gjithë qytetarëve, antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian. Ne mbetemi të përkushtuar që kjo çështje është një nga çështjet më të rëndësishme për shkak duhet të angazhohen të gjitha partitë politike në vend. Në këtë pikë referoi kryeministri i vendit mbi takimet që ka patur me autoritetet europiane dhe autoritetet në rajon, me çka ne mbetemi të përkushtuar për të ndihmuar që të gjendet një zgjidhje sa më e shpejt, me qëllim që vendi ynë të za vendin e merituar në Bashkimin Evropian. Gjithashtu diskutua lidhur me çështjet të cilat gjithashtu kërkojnë zgjidhje, siç është avokati i popullit, me çka mbet që koordinatorët e grupeve parlamentare të kërkojnë zgjidhje dhe konsultime shtesë se si mund të mbyllet kjo çështje. Gjithashtu u diskutua edhe që duhet të bëhen konsulta shtesë mbi kodin zgjedhor, me çka ne paraqitim qëndrimin ton që pajtohemi me një zonë zgjedhore me prag prej 5% dhe me lista të hapura. Tani mbetet kjo çështje për diskutime të mateme. Gjithashtu disa pika të cilat unë kam menduar që t'i vënë këtë tryez të komunikimit, mbeten që në të ardhmen të zhvillohet një takim në mes të meje dhe Kristian Mickoskit për të diskutuar dhe për të parë se çfarë zgjidhje mund t'u japim.